Absolutisht që është një emocion i madhe dhe edhe prapa kamerave, kemi taku edhe ma heret me zonjën Sadije dhe çdo herë ka të ndjeshme këtë pjesën, se me siguri lindjet të cilat këtë asistu, kanë qenë shpesh ashtë të vështira dhe të ka dokë sikur as vetë nuk jemi mjaftu shumë atë sa duhet për shkak të mungesës pajisjeve, gjësendeve në situata ndryshme. Fotografi që i kam dorë janë të pakta, por kanë histori të madhe brenda vetës. Derisa zonja Sadije mund të na kujtoj disa prej rasteve më të vështira, sepse më thatë që keni lindë në gra, keni asistu në male, në shtëpi private, në maternitete që nështë edhe nuk jenë kanë të funksionuat sa duhet për shkak të kushteve. A na kujton pak derisa dhe shikus ka nënësi me i pa disa prej fotografive të punës tuaj? Unë e thash se lufta për muë, personalisht, ka fillua kur më kanë largu nga puna. Edhe prej aty mandej, do me thonë, unë e kom harru vetë vetën, edhe jo mundua që të merem vetëm me ndihmën populatës, me mundësit e mija, si mami, si infermiere. Por vështërësit e mdoja, që atëherë kur kemi dalë mësnej në teren, edhe kur ka fillu lufta, kur na ishëm në një fshat, tjetëri fshat DJ, tjetëri fshat nesër, tjetëri fshat mbas nesër, prej shpis, kur dilsha prej shpis, unë u përshëndesha dhe unë me familjartë, me prindë e mi mas shumëte, se unë kam qene pa martuar, edhe i thësha, ma bodi hava. Shtu që ka qenë një moment shumë i vështirë, kur kam shku në malet e Berishës, një tend me... kishte qenë tend, mirë, po me najlon, edhe gruja prit ke me lindë, unë me doktor Halil Kelmendin shkum, lindi, edhe lindi një vajzë, edhe asaj vajzës javnu në emrin Qëndresa. Doktor Halili tha, Sadije tash është puna jote, mu marrë edhe me gruën edhe me fëmijën, unë e kryva punën teme. Atëherë unë nuk disha a me mbështet nanën apo fëmijën. Edhe atëherë nanës tu i folë mire, tu i thonë që tash ka dole, qysh me i thonë me majtë fëmijën dzeta, me majtë ato, me i thonë me hongër diqka. Shumë a i ka qenë një moment i fështirë. Po ka pas edhe momente tjera të fështira kur na qitën në mblac, ajo ka qenë edhe ma të merë, një lumë afer aty Hekurudhës, kur na kanë qua aty, atëherë unë jam taku me mjek të botës francez, edhe një ekipe mjekve, motrave, nanës Tereza, ata na murën, edhe na tash që aty kemi qëndru një muj, në mblac, i ngritën ato tenda, ka hiprit shumë njerëzit ka veshin, policia në kufe e Macedonis trajtonte shumë keq, na gjujnë të ushqimin, bilem kujtohet një pejimi ka qenë 8 vjeqar, unë e kisha në dorë, edhe kështu shumë me i qitë ata fmit një herë, se s'tleshin krejtve me i qitë, edhe i rani pashtetë në dorë, edhe më tha, halë, tha, pse ma gjujtë këto, unë nuk e ha. Thash halë nëse ha, thash se nuk është problem, thash se shumë shpejt kena me dalë prej këtujt edhe kemi me shku, na pritë një shok i vllaut në Gostiva, në shpe. Po nuk mujtën me më rri, se u shpërndarën shumë, ka 2, ka 3, dikush në Gostivar, dikush në i fshat tjetër, unë nala në Blac, thash unë nuk shkoj kërkon, thash unë po rri këto. Edhe atëherë aty ka qenë shumë majmuj i vështirë për neve mjekët edhe motra ka i shohim populatën duke ardhë aty. Mundoj shumë mi ndihmue, po edhe na ishëm shumë non-stop. Mu lëshu një vajrë, veç lotojsha, nuk dija ashtu vetë. I ndjeri doktor Nazim i meri, a i ka qenë pediatër edhe thot Sadije, thot nas mujna kështu mi ndihmue, thot po s'po muj me qëndru. Edhe në atë moment vjen një grue me një fëmi, edhe ajo kishtë qenë me një ten tjetër, ajo kishte qenë motra e doktor Nazimit. Edhe
kur e ka kontrolu doktor Nazimin një fëmi, ajo ka shku, ka thonë, qëtash edhe nëse më vdek, fëmija jam, masi ma kontrolloj doktor Nazimi, une nuk pe kam dertë. Edhe ajo motra e doktorit ka thonë, qka i të folë, ku doktor Nazimi? Thot, doktor Nazimi ish aty. Thot, me një motër, thot, po pritshin edhe po kontrollojshin. Thot, jo, vllon ta ma kanë vranë luft. Edhe vjen ajo edhe hinë mrena, unë e thëmë, ish rani shumë i madhë. Edhe thëmë, prit në rajë, në zoj se duhet me ranë me hy. Tha, oj motër, tha, hiq vish po du me hy me pa ashtë doktor Nazimi. Kur ka hi, e ka pa, ju në kapi, ju në përqaf. O vlla, a je gjallë. Thët, po, motër, gjallë, jam të te, thët, qka po banë? Thët, kur gjo, unë jam aty vish një gru të regoj, unë e s'mujta me besu, se unë e ku marrë informatën që të kanë vrarë. Edhe aty doktor Nazimi shumë i fort, shumë veç e përqafke atë motrën, dhe i sa janali latë. Edhe tha, motrë shko tash, tha se unë jam këtu me detyrë, tha edhe deri sa të kthehemi në Kosovë, na që të kena me nejtë. Atëhera jo tha, unë mbesh ma si të po është tash, ma nuk po mërzitna. Çfarë gëzimi për motrën? Shumë ka qenë për motrën e tina. Mandej një rast jenë ardhur 3 pleq, ata kanë qenë të Orllanit, 3 pleq, 3 vjetër, maj vjetri, 80 e diçka vjetë, ka 2 vjetë nërmjet, ishin ka për dore, edhe erdhen, ishin ka të lëndum, edhe tash kur më panë mu e tha, a nuk na i pastron varë doktorja? Thash, jo, une, po na po ngushtohemi, thash, s'keni që ka mu ngushtu, e i kom shti mrenda, ja u kom ndru ato gaza edhe krejt, edhe tash ata po të regojnë historinë e tyne, që që kanë qitë prej shpia. Ishin kapa ata 3 pleq për dore, edhe tha, nuk dina ku i kena familje, tha, vesh na 3 vllaznit jena pështu që to. Qka mi ju thonë? S'kishe qka mi ju thonë, atëhere, mas një muje kemi kalu në Stenkovc, se i kallën ato tendat, ma nuk pranojshin popullat, ato tendat i kallën, e neve na kalu në Stenkovc. Atu kemi shku me mjek të botës franqez. Ata na tha nëse doni mujna me ondreq dokumentacion edhe me dalë me shku se lufta s'po dihet, apo nalet, apo nalet. Nështë ta e kishin edhe një provë me na provu neve, a jemi me nejt, a jemi mu këthy. Na i thamë, do të qëndrojnë a këtu deri sa të kthehemi në Kosovë, nuk dojmë kërka me shku. Atëhere, me datën 12, me datë një 2 ditë për para, na kanë thirë, na kanë majtë një farë trajnimi, thanë që kur të ktheheni në Kosovë, keni me mujtë me pa njerëz në për rrugë familjar, po ju s'keni munal se ju jeni tashit me neve dhe veç keni me dhonë shërbim. Ne thamë, nuk është kur farë problemi edhe unë shkova me ju të regu e kisha nanën edhe vlaznëve që po shkoj qështu, se ata ishin në Shkup, se po kthehemi në Kosovë. Vllai i madh më tha, i ndjeri edhe ai. Tha, kush a je botha ti budalla, qysh tha, kush po kthehet në Kosovë? Thash, na po kthehemi një herë, thash tani keni mu kthy edhe jo. Edhe atëherë kemi hyp, krejt kolon ka qenë, ajo ka qenë një lloj edhe krenarie në prej Shkupit kur jemi nis, krejt kolon, gjitha organizatat, edhe bëjshin me, sikur nuse me marrë, bëjshin tyt, edhe kur erdhëm në kufe, e kemi pas një infermiere franqeze, ajo i tha ati shoferit, tha, po ma jep mu me vozit se tash kur t'hinin në Kosovë, adin janë emocione, sen. A i shoferi tha, jo, tha, unë e po hi në vend tem, tha edhe në vdeksha që aty, tha, unë e po hi. Në vend tem. Edhe atër kemi hy, kemi ardhë, i kanë pas zyret në Tasligje, kemi shku në Tasligje, na i kanë vesh ato jelekat antiplom me kapuqat edhe tash me dalë në për teren, me shku, me pa, populata ka kthehet. Ajo ka qenë edhe një të merë shumë i madhë, ka i pajshe, ka kthehen njerëzit, se dike ku shkën e ka, ku me hy, na tashit me ju ndihmu e qka, por paka shumë, kur na pajshe neve, u letojshin.
Mandej kom pas një rast dhe reja Ogjës ajo ka qenë shtatzane dhe une e desha që na qitëm prej shtëpiave dhe mora një torë të vogël me përgadita me krejt ato çka e desha që është e nevojshme se thisha mos po na lind atje dikun. Po. Edhe ajo torë bë më hupi rrugës se na gjujshin ata në blac, më hupi mua nuk asi e kish pas ai djali, do me thonë djali Agjës, burri asaj nuse, se kish pas marë, po pa mua. Edhe atë kishin shku te vllau im, edhe kanë thonë, Sadia po mungon, po këtu i pas ka përgadit për neve. Kështu që ajo ka lindën Qegran. Pa ty? Pa mua, ka lindën Qegran, ja kanë gjitë emrin Vala. Edhe sot, ajo gjithmonë edhe kur ajo e përmen, edhe ajo është doktoresh, punon në mjekësi familjare, sa herë e përmen të dyja të qojnë. Qështu? Të paktën nëse prezenca ju të sukon, ato shka ju kanë vija, ja kalon